Flutra, nga kjo që bisedua me doktor Rëshitin, po besoj që është një ndër arsyet e forta që edhe Chester Grupi ka mendu si ide lifestyle konferencen, sepse unë po besoj që i keni shiku edhe i keni hulumtu e i keni gjetë kretë këto rreziqe të cilat dami dihet, zgjidhja dihet, po që nuk po bëhet një hap para. Po, Saranda, ne kemi mendu me shku me këtë temë që është ECHA, Lifelong Health and Harm Reduction, apo reduktimin e riskjeve, sepse fillon gradualisht me reduktim të një risko, po të një dëmi deri në eliminim të një zakoni të keq. Ajo ndodh me sheqernat, me ulljen e dozës së tyre që i marrim i konsumojnë gjatë ditës. Ajo ndodh me ushqimin e procesum, fast food dhe gjitha. Vazhdojmë të reduktojmë. Ajo ndodh me reduktim me pjesën e 10 minutit, 20 minutit të aktivitetit fizik.